Mirë për kjo nuk do më thënë që njeriu duhet t'i kërkoj sprovat, sepse udhëzimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë që njeriu të kërkoj afie. Prandaj kanë përmendur në lidhje me sprovat ose smundjet, ka dy faza të njeriu. Njëherë faza e parë përpara ardhjes së smundjes ose para ardhjes së sprovës. Si duhet të jetë lutja e njeriut? Duhet të kërkoj afie, që do të thonë mbrojtje, edhe mos bjerë në sprova. Si ka ardhur Abbasi xhaxhai pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ka thonë udhëzom për një lutje me të cilën do t'i lutem Allahut. Ka thonë is'alillah al-afia, do të thonë kërkoj Allahut afia. Dhe ka shkuar. Pastaj pas një kohë ka ardhur prap, ka thonë mësom një lutje tjetër. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: o Abbas, o xhaxhai të dërguarit Allahut, kërkoj Allahut afia, do të thonë mbrojtje edhe ruajtje, do të thonë që mos biesh në sprova, sepse askujt nuk i jepet diçka më e mirë se sa kjo, se sa afia. Prandaj njeriu kur nuk ka sprova, përpara se të vinë sprovat, duhet kërkoj afie. Kur të vijë sprova, kur të bjerë, do të thonë smundja ose ndonjë sprovë tjetër, atëherë është sunet që të kërkoj Allahu ta frymëzoj me durim. Do të thonë pasi vjen sprova. Nuk është sunet njeriu që të kërkoj durim para ardhjes së sprovës. Si është transmetuar te dikush prej selefut ose prej sahabëve, ka dëgjuar dikën duke ju lutur Allahut që të ketë durim. Atëherë i ka thonë ti ju lutë Allahut që të sjellë sprova. Prandaj, por ka thonë kërkoj Allahut afie, do të thonë mbrojtje prej sprovave. Por kur të vijë sprova, pasi të ndodh, atëherë njeriu i lutet Allahut për durim.